Kthese e papritur e motit, ja si pritet të mbyllet kjo javë dhe si do të nis java në vijim. Kjo fundjavë do të shënohet nga rreshje të konsiderueshme kryesisht gjatë ditës së shtunë, ndërsa të dielën do të ketë një përmirësim të lehtë të kushteve të motit, megjithatë hëna do të sjellë. Gjatë ditës së sotme do të ketë një përmirësim të lehtë të kushteve të motit, ndërsa nga dita e hënë do të ketë rreshje shiu në të gjithë territorin shqiptar. Stabilizimi i motit pritet vetëm nga dita e martë dhe mërkur. Rreshje do të jenë të dendura në veri dhe veri perëndim, ndërsa në qendër dhe jug do të kenë intensitet mesatar. Të dielën, rreshje do të jenë më të pakta dhe të izoluara, por të hënën do të rikthehen në të gjithë territorin me fokus në jug dhe pjesërisht në qendër. Nga e hëna pasdite, moti pritet përmirësohet gradualisht duke sjellë kthjellime dhe temperatura më të ulta. Pavarësisht të rreshjeve, fundjava do të jetë ngrohtë për këtë periudhë të vitit. Maksimumet do të arrijnë deri në 25 gradë Celsius. Pas të hënës, temperaturat do të pësojnë rënje të ndjeshme, duke shënuar fillimin e një periudhe më të ftohtë në ditët në vijim.